kur ju tha që ne kontrollojnë ngushtësisht nga jashtë. Dhe ju pyeta si dolët në këtë konkluzion. Ju pyeta me kë keni biseduar. Me lejen e trupit gjykues do doja të përdorja shënimin përgatitor për të rifreskuar kujtesën dëshmitarit. Gjykatësi me patjetër. Lutem sekretarisë të nxjerrë në ekran materialin DHT 0234 DHT 0255. Ju lutem. And while this is being pulled up, Ndërkohë që presim shënim përgatitor, dua t'ju pyes Dr. Williams. Ne u takuam javën e kaluar, biseduam përmes videolidhjes javën e kaluar, në kuadër të seancave përgatitore dhe përgatitëm një shënim në vijim të këtyre takimeve. Përgjigje po. Pyetje, shkojmë në faqen e fundit të dokumentit. Tu ka një konfirmim në fund që thuhet informacion në këtë shënim ju lexua sërish dëshmitarit 1DW001 që jeni ju, i cili konfirmoi se pasqyronte saktësisht të tërësisht dëshminë e tij. Sakt? Përgjigje po. Pyetje, tani shkojmë në paragrafin 25. here's what it is written. Regarding the Thuhet këtu, se ta kanë fjalisë që ata treguan si shpritej që tha që po kontrolloi ngushtësisht apo shumë prej jashtë. Kjo është 100% në përputhje me pikpamjet e dëshmitarit W001, edhe ajo që shka thuhet në deklaratën e tij prej dëshmitari. Dëshmitari 001 vuri re se tha që ishte në kontakt të vazhdueshëm telefonik, edhe u përgjigjej, u raportonte komandantëve lokal si dhe antarëve të UÇK-s dhe diasporës në fshatin Rambuje që ishin jashtë Kështjellës. Pyetja ime është kjo. A ju kujtohet pra që keni vënë re që zoti Thaçi u raportonte në mos u nështrohej komandantëve të zonës? Yes, this does reflect. Gjigje, po, kështu më kujtohet dhe mua. Pyetje. Po, si dolët në këtë konkluzion që ai u raportonte në mos dhe u nështroi komandantëve të zonës? Përgjigje. Ata telefononin, ai hapte telefonin, bisedonin në telefon për një periudhë të caktuar kohore, edhe më pas ai komentonte për procesin, jepte feedback për procesin. Prandaj thash që ai u raportonte atyre. Prandaj ndryra në këtë përfundim. Pyetje, dua bëj kështu pyetjen. Ju flisit shqip? Përgjigje jo. Pyetje. Po nga e dinit ju, me kë po fliste ai, çfarë po thoshte? Përgjigje. Shpesh. Me qenë se isha në Kështjellë, shpesh u kërkoja kolegëve shqiptar të Kosovës. I thosha, po me kë po flet Hashimi? Tërkohën, me kë është në telefon? Dhe ata më thonin, me ekipin e tij, me shqiptarët, kosovarët. Edhe më ata vetë nga thënë që po flet me komandantët lokal. Pyetje, ju kujtohet në një person konkret nga delegacioni që ju ka thënë këtë? Përgjigje, Blerim Shala, Dugi, më falni për shqiptimin, nuk më kujtohet dhe mbi emri, ai madje më ndihmonte për përkthime. Dhe Edita Tahiri. Sepse në fakt punonin bashkë për dokumentet. Pyetje, faleminderit. Tani, dua të shoh një dokument tjetër. Ose më saktë, shoh mirë paragrafin 27 të deklaratës suaj. Ju thoni, këshilltarët e ÇK-s ishin shqetësuar për natyrën e ballkanizuar të njësive të UÇK. these advisors who were worried. Kush ishin ka këshilltarë të shqetësuar? Për kë keni fjalin? Përgjigje, Dino Hasani dhe kolegët e tij të UÇK-s në fshatin Rambujes. Pyetje, këshilltarët e UÇK-s, për shembull Dino Hasani, me sa dini ju, u paraqiti këto shqetësime antarëve të delegacionit të UÇK-s? Përgjigje. Përshtypja ime ishte që kjo ishte diçka që ai e ka ngritur me antarët e delegacionit dhe konkretisht i është kërkuar të më punonte me mua, të ndihmoja delegacionin, që të ruanim kohezionin si antarët e UÇK-s, si dhe UÇK-n në brenda delegacionit.
Metro, zoti Mishetiq, në rreshtin 4 të kësaj faqe e pyet dëshmitarin kush ishin këta këshilltarë që ishin të shqetësuar dhe përgjigja ishte Dino Hasani dhe UÇK, po më duket se mungon një fjalë këtu. Përgjigje, kolegët doja thënë, edhe kolegët e tjerë. Metro, faleminderit. Mishetiq. Dua të shikojmë një pjesë tjetër. Në paragrafin 33 thoni që më 21 shkurt, delegacioni i Kosovës do ta nënshkruante marrëveshjen e Rambujës, por zoti Thaçi mori një thirrje telefonike dhe më pas u vendosi nuk do ta nënshkruani. Ju thatë që keni qenë në dhomën ku ishte delegacioni gjatë kësaj kohe. Pyetja ime është kjo. Ju e pat vetë në situatë që zoti Thaçi erdhi një thirrje telefonike? Përgjigje, po. Pyetje. A e dini se prej kujt dhe nga e dini këtë? Përgjigje. Jo, nuk e di prej kujt e mori këtë thirrje telefonike. Pyetje. E pat zotin Thaçi ju të thoshte anëtarëve të tjerë delegacionit që nuk mund ta nënshkruante marrëveshjen? Përgjigje, po. Pyetje. Në çfarë toni ju drejtua ai? Me çfarë toni ju drejtua anëtarëve të tjerë të delegacionit? Përgjigje, duket që ishte i shqetësuar. Ju kërkonte ndjes. I shqetësuar, i stresuar. Sepse ishte në dieni të pasojave të mundshme. Deklarata u hoq në fakt nga kompjuteri im, apo nuk është e nevojshme. Mishetiq, nëse doni mund ta vendosim. Dëshmitari, nuk ka problem. Pyetje. Në këtë takim, zoti Thaçi, ose e pat ju zotin Thaçi të kërcënonte të tjerët, apo personat të tjerë të silleshin sikur po kërcënoheshin për dikujt? Përgjigje. Jo, un kam qenë aty në sallë. I kam vënë re sjelljen, nuk pash në një sjellje kërcënuese. Pyetje. A kishte ndonjë përkthyes ju? Përgjigje, po. Kush? Përgjigje. Me shumë të ngjarë dugi. Pyetje. Nuk e di kush është. Përgjigje. Ka qenë antar delegacionit. Mos e keni fjalin për Dukagjin Goranin? Përgjigje, po. There you say, during the negotiations. Të thoni, gjatë negociatave në Rambuje, Hashim Thaçi u largua nga shatoja për një ditë dhe shkoi drejt Slovenisë për të takuar me Adem Demaçin. Me sa kuptova unë, kishte një takim i rëndësishëm për të siguruar mbështetjen e Demaçit për të nënshkruar marrëveshjen. Pyetje. Së pari, nga e dini ju që Hashim Thaçi u largua nga Kështjella për të shkuar në Sloveni për të takuar Adem Demaçin? Përgjigje. Kur pyeta kolegët shqiptarë amerikanë në Kështjellë, i thash ku është Hashimi? Ata mu përgjigjën që shkojnë në Sloveni për të folur me Demaçin. Pyetje. Atë thanë, pse po shkonte të fliste me Adem Demaçin? Përgjigje. U interesova në fakt. E bëra këtë pyetje. Si na shërbene kjo, u thash, si e shërben kjo procesit? Dhe përgjigja ishte që ishte domosdoshme për arsye politike dhe kulturore. Ishte nevojshme që Hashimi të shkonte në Sloveni dhe të vizitonte Demaçin. Pyetje. A zbulove më vonë pastaj se si lidhej kjo vizitë me Rambujen, nëse kishte ndonjë lidhje? Përgjigje, po. Pyetje, çfarë zbulove, çfarë mësove? Përgjigje. Gjatë kohës që delegacioni kosovar ishte në Rambuje, edhe po bënin ecuri, kishte progres për nënshkrimin e marrëveshjes, por ama kishte trysni nga jashtë, të cilat i diskutuam më herët sot, nga komandantët lokal, por gjithashtu kishte presion ideologjik, po them dhe kulturor, po e shtoj, prej Adem Demaçit, i cili po pengonte
progresin e këtyre negociatave. Edhe po them me të ngjarë, po cënon të lëvizjen për realizimin e kësaj marrëveshje. Prandaj, duhet trajtuar ky aspekt. Pyetje. Me sa keni ju djeni, a ka pasur në një problematik konkrete? Kishte në një shqetësim konkret Adem Demaçi? Përgjigje, po. Pyetje, cili ishte problemi Adem Demaçit? Përgjigje, pavarësia.